Pluhuri dhe papastërtia vijojnë të mbetet një problem shqetësues në qytetin e Vlorës. Edhe këtë të mërkur, situata është paraqitur e rënduar në disa akse të kryesore të qytetit, veçanërisht rruga transballkanike, por dhe rrugët e tjera më të frekuentuara të qytetarëve. Siç mund të shihet përgjatë kësaj rruge, në anë të trotuarëve dhe pranë bordurave është krijuar një shtresë e dukshme pluhuri dhe papastërtisë, e cila në disa zona është ngurtësuar për shkak të mungesës së pastrimit të rregullt. Era dhe lëvizja autometive e bën pluhurin të ngrihet vazhdimisht, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke krijuar shqetësime për kryeministërët dhe banorët e zonës. Në teren këtë të mërkur është vënë re një punonjës pastrimi, i cili po përpiqet të largonte papastërtitë me fshesë dore. Megjithatë, sipas qytetarëve, kjo mënyrë pastrimi jo vetëm që nuk zgjidh problemin, por në shumë raste e përhap atë dhe më shumë në ajër. Banorët e zonës shprehen se situata është tejet problematike dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Ata theksojnë se pluhuri është i pranishëm pothuajse në çdo rrugë të qytetit dhe kjo ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetesës dhe shëndetin e secilit prej tyre. Sipas tyre, Bashkia e Vlorës dhe ndërmarrja e pastrimit të Vlorës duhet të marrin masa urgjente për të përmirësuar situatën. Qytetarët kërkojnë që në terren të nxirren mjete teknologjike të pastrimit, si makina pastruese, autobot me ujë me presion, të cilët mund të lajnë rrugët dhe të largojnë pluhurin e grumbulluar. Shumë skandal është. Makinat që ngarkohen me pislëqe, pse s'mbulohen me mjetin e dur? Si gjithë vendet e si në Greqi, si në Itali, si në diçka. Është kjo që janë punime, po a duhet pastruar, duhet. Po si duhet pastruar më burrë dheu, si mund të vetor, sepse po mbuluan, po erdhi pluhuri edhe guret komplet, këto puseta tu bllokojnë edhe nuk mbytet te tër Vlora, sepse duhet pastrohen tamam. Edhe me ato fshesa që ka atje, nuk janë fshesa ato janë për të kaluar radhën, janë ca fshesa diçka, janë ca fshesa tegra, kështu që vetëm ajo i fshin. Nuk është punë efikase, sepse po e filloi, jo për të parë si që bën atje, duhet filloj që radhë, 10 metra, po duhet pastruar tamam. Do duhet kishte më shumë. Më shumë, edhe mjetet e dura për të pastruar. Pra duhet mjete. Duhet mjete, duhet fshesa, duhet lopata, duhet tamam për këtë punë, sepse edhe ju si televizion duhet kapni makinat që ngarkohen pa mushama. Ato bjen me llaç, me beton, me të gjitha, bjen aty edhe vin këtu direkta. Dakor, Vlora është në punime, ka punët e saj, por aman edhe pak ndërgjegjje duhet që mbani. Edhe makinat me pluhur. Po komplet. Po komplet, se shiko, qofse aty është bart, nashti. Ai do ikina, barta nuk do ta fusë sepse e bën pis, edhe ka të drejtë. Po tjetë e pastër kjo, do vi makina më poshtë, kështu që bëhet qarkullim më i lehtë. Ja kjo është. Kështu që ne andes na lë njerit që marrë se edhe ne këte jemi zotë, jemi vlonjate, në Greqi jemi, në Greqi. Ka më shumë, nuk ka pluhur aty. Ore, bëhet punimi këtu direkt, mbuloj, vjen makina, i merren, mbulon direkt, valla s'ka po të kapi policia, po të kapi televizor, do të thonë, gjop, kush e di çfarë jobe. Po këtu nuk po shikoj në një rregull. Dakor. Vlora është në punime, siç e thash. Po prap duhet punë, duhet ndërjeje, duhet disiplinë. Po ju që bëni punën më të mirë, më të saktë, kështu që vetëm juve jeni që e bëni punën. Banorët theksojnë se prej ditësh qyteti ndodhet në një situatë të vështirë mjedisore. Sipas tyre, pluhuri është i pranishëm pothuajse kudo në rrugët e qytetit, ndërsa ndërhyrjet për pastrim kanë qenë të pakta ose mungojnë. Ata kërkojnë reagim të menjëhershëm, duke theksuar se pastrimi i rrugëve duhet të jetë një proces i përditshëm dhe i organizuar, veçanërisht në akset kryesore të qytetit, ku qarkullimi është më i madh. Në të kundërt, paralajmërojnë qytetarët se situata mund të përkeqësohet dhe më tej, duke shtuar probleme mjedisore dhe shqetësime për shëndetin e komunitetit në Vlorë.